Ambasadori i Suedisë në Shqipëri zhvilloi një vizitë zyrtare në Bashkimin Pogradec ku u prit nga kryetari i saj. Ai u shpreh i impresionuar nga qyteti, duke e cilësuar të bukur dhe pjesë të rëndësishme të Shqipërisë. Gjatë takimit me kreun e Bashkisë Pogradec Ilir Xhakolli, diplomati suedez tha se diskutuan mbi kapitujt e Bashkimit Evropian dhe detyrat që bashkitë duhet të kryejnë në kuadër të procesit të integrimit të vendit. Suedia mbështet Shqipërinë, qeverinë lokale dhe atë qendrore. Vlerësojmë progresin e Shqipërisë në rrugën drejt Bashkimit Evropian duke e cilësuar fantastike deri tani. Sipas tij, Suedia është e interesuar dhe e gatshme të mbështesë vendin tuaj, por theksoi se është në dorën e shqiptarëve dhe Shqipërisë të plotësojnë dhe kryejnë reformat e duhura. I pyetur nëse Shqipëria shihet si një kaltroje për standardet demokratike të Bashkimit Evropian, ambasadori u distancua nga kjo terminologji, duke theksuar se bashkëpunimi përqendrohet te kapitujt e negociatave dhe përparimi konkret, ndërsa për ligjin e miratuar së fundmi mbi barazinë gjinore, ai nënvizoi se Parlamenti shqiptar ka bërë hapat e vet dhe se e rëndësishme është të besojmë në barazinë gjinore, një parim që edhe Suedia e promovon fort. Sot jemi të lumtur të shfaqim edhe një film suedez, sepse është e rëndësishme të rrisim njohjen e ndërsjellët mes vendeve tona, deklaroi ambasadori. Det är jättemånga jobb åt en kvinna i din ålder, eller man i din ålder.